vendit i bën erë edhe Partia Demokratike e Kosovës e mbështet dikën që nuk e përfatëson veç një parti politike, nuk e përfatëson veç pozitën ose veç opozitën, po dikën që përfatëson edhe opozitën, po edhe qytetarët që realisht nuk e votojnë presidentin direkt, dikush që ka reputacion e integritet edhe vendor edhe ndërkombëtar, dikush që ka kontribute e është intelektual që i bën nder edhe shtetit Kosovës, po edhe qytetarëve të Kosovës, vazhdojna me mbet brenda këtyre qëndrimeve, kuptim të asoj që me diskutu në parem edhe në standard se kush do duhet të plotëson të këto atribute për të qenë president i vendit, ende nuk është faza që kem fol në emrat përvetshëm, do kem fol asdje, nuk po flosëm as sot, po menoj që vullneti i Partisë Demokratike të Kosovës është që me kontribu në interes të institucioneve të vendit dhe shoqërisë, po nëse nuk më mujt me u gjind dikush, nëse nuk më pas disponim prej forcës kryesore politike, Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme gjithashtu me shku në zgjedhje.